Mish Prizmus, në një intervistë sot, një prej televizioneve, po kam përshtypje se ka një televizion që zhvillon edhe Big Brother, Lert Vasili, konkurrenti, aktori, bëri një përçapje, po them. Në fakt, nuk është përçapje, ishte një rivedikim për të rregulluar figurën e tij, e cila sigurisht në pjesëmarrjen në Big Brother është denigruar, është fyer, ai kështu tha. Aty është luajtur një lojë e pistë, e pa edukat, dhe sigurisht ai është një person real VIP, figura aty është shkatruar. Ky është detyruar të durojë pas të rregullave të lojës, kur ke tjerët këto rregulla loje nuk vetëm që nuk janë zbatuar, por si të them tash, janë shtytur që të thyen akoma më tepër për të bërë protagonistin, por në kusur të figurës së pikërisht Laertit, kështu s'paku ta sqaron. Edhe sipas meje ai ka drejtë. Dhe po shifte mënyrën për të akuzuar dhe të denoncuar, çuar në gjykatë pikërisht këtë element. Sipas meje do bëj mirë, por jo vetëm për personat aty, mbase kjo është faza e parë për të ndrejtur një nga ato padrejtësi të jashtëzakonshme të atij që e quajnë fenomen shtëpia e më e rëndësishme e shqiptarëve. Në fakt nuk është shtëpia e më e rëndësishme e shqiptarëve, është turpi i shtëpisë në televizion të shqiptarëve, turpi i shtëpisë, ku sigurisht përdoren gjitha mënyrat, gjitha intrigat, gjitha marrëzirat që po të ndodhen në një shtëpi shqiptare do kishin vetëm një përfundim, atë shpullën e jashtëzakonshme të mrekullueshme të Jozit kundra një palaçoje, një njeriu të pa kualifikueshëm si qenie normale e arsyeshme, dhe sigurisht që e meritueshme edhe për nga forma, se s'ka formë tjetër. Por ndërkohë nuk janë vetëm fajet e njerëzve të cilët marrin pjesë në të kompeticion ose Real TV. Janë rregullat e thyera vazhdimisht të këtij Real TV, që sigurisht fyjnë e denigrojnë dhe figurën e njerëzve që janë normale aty, dhe një prej tyre ishte edhe Laerti. Pastaj këto botohen e ribotohen në disa prej portaleve edhe Facebookeve të Kosovës, që sigurisht jo, e gjithë Kosova, sigurisht Kosova s'është as me Gjestin, as nuk është Gjesti. Gjesti ishte i krijimi i Top Channel dhe i Big Brother në mënyrë perfide për të nxjerrë parat e kosovarëve që votonin te Vodafone, dhe sigurisht fitonin miliarda. Kjo është e arsyeja. S'kishte arsye tjetër, sepse Kosova dhe kosovarët ja treguan vendin Gjestit. E nxorën përbyllë për jashtë e kanë shkuar ajvan se si e për këtë pundi. Ti thyen rregullat orë minutë, ti si në kajdet njerit, kështu që do dalësh jashtë. Nëse unë kam gabim, ta shohin një çik. Por ama tash shfrytëzohen gjithë ata që në urrëtie ndaj Shqipërisë, ndaj civilizimit, ndaj civilizimit them se sigurisht njerëz civil si Laerti janë kundërshtim me njerëz të jo civil si Gjesti. Dhe sigurisht pastaj fyen shqiptarët kështu janë me grekun, janë me serbin. Keni parasysh këto portalet që zakonisht janë produksion serb dhe jugoslavist në urrëtie të plot për Shqipërinë në Kosovë. Po ky është një moment i dytë, se nuk është rëndësi, këta janë vetëm 2% e popullsisë. 98% e popullsisë kosovare janë me televizionin Big Brother të Kosovës, që një individ tillë të pa kualifikueshëm si njeri normal e nxori jashtë. Laerti bën mirë që ta denoncoj secilin person që e ka fyer, për të kuptuar edhe ata që prodhojnë pastaj se do të denoncohen në fund fare ata. Gjykata duhet merret me fyrjet në publik në televizion. Në fyrjet në publik në televizion. Duhet merret me çdo lloj elementi të tillë që sigurisht degradon, shkatron figurën e individëve aty. Aty ka një rregullore dhe në atë rregullore duhet të përmbahet jo vetëm njeriu që është aty brenda, që po bën Real TV, po do të përmbahet edhe nga ana umane, edukative, etike dhe estetike. Dhe pastaj, mbase mund të shikohet që
Ore, ka të drejtë një televizion të bëj një palaçollek të tillë, deri këtu duhet shkuar. Lajërti ka të drejtë. Sigurisht duhet drejtësia të vendosi mbi degradin, imoralitetin, fyret që i bëhet personave në një reality TV si Big Brother. Dakord, miqtë e mi?